Ti në zemrën time, bota leta dine, e unë zemrës tane, qka t'lip ka me i dhane. Jam në sheshin e Ferizajt edhe jam duke gjiru. Dhe ishta me të pyt nëse mundemi me të posë në sheshin e Ferizajt me realizu një interviste. Kemi një rubrik 3, pra ti e artisti i port cilin po e telefonoj edhe me posë në shesh, për herë të parë. Faleminderit shumë për mundësinë, në ekzempel, për momentin jam në soldos, më dhina pak parados, ne. Po s'po di që mja bon, faleminderit shumë për hapësirën, po që se keni mundësi, hajde me staf këtu soldos më shte, unë jam këtu ju pres, me gjithë macifi më të modhe. Në regull, do me thonë së unë të jenë dosëm. Se s'kish pos problemë, gjithë mund për emisionin 05, jam i hapër. Përshëndetje, jam ishte emisioni 05, jam në sheshin e Ferizajt. Nga sot emisioni 05, po e shton një rubrik të rej. Gjatë sezonit veror, çdo herë kur do jemi në sheshet të ndryshme të Kosovës, në secilin qytet do eftojmë nga një artist të po ati qyteti. Emisioni 05, pa dyshim se po e fillon nga qyteti i Ferizajt. Pra, sot kam përzgjedhur Leon Sejdiu taftoj për intervist. Leoni realisht nuk është informuar për këtë, mirë po ta shohim se a do na lajmërohet në telefon, edhe për sa minuta do jetë gati të na vijë në sheshin e Ferizajt. Vetëm ta gjej numrin e Leonit. Pra, po e telefonojmë artistin Ferizajas Leon Sejdiu. Ta shohim nëse do na lajmërohet. Nëse jo, do ftojmë një artist tjetër. S'po lajmërohet. Vetëm edhe 3 herë po e presin deri 1 2 edhe unë dalë. Hajde. Ta shohim. Është hera e dytë që po e telefonoj Leonin. Lenë ceket edhe njerë se Leoni nuk është në dijeni për këto. Përshëndetje. Përshëndetje shumë në këtë. Leon, si je, e mirë? Jo, si jeni. Mirë, falenderit. Jam në sheshin e Ferizajt edhe jam duke gjiru. Dhe ishta me të pyt nëse mundemi me të posë në sheshin e Ferizajt me realizu një interviste. Kemi një rubrik 3, pra ti e artisti i port cilin po e telefonoj edhe me posë në shesh, për herë të parë. Faleminderit shumë për mundësinë, në ekzempel, për momentin jam në soldos, më dhina pak parados, ne. Po s'po di që mja bon, faleminderit shumë për hapësirën, po që se keni mundësi, hajde me staf këtu soldos më shte, unë jam këtu ju pres, me gjithë macifi më të modhe. Në regull, do me thonë së unë të jenë dosëm. Se s'kish pos problemë, gjithë mund për emisionin 05, jam i hapër. Në regull, pavarësisht që nuk po vjen të në sheshin e Ferizajt, unë edhe ekipi jonë do vim tek restoranti ku je sonte te. Na prit për pak do jemi aty. Regull shumë për këzën. Faleminderit shumë, shihemi. Tum. Mishtë emisioni 05, artisti Ferizajas Leon Sejdiu, sonte pikrisht kur unë vendosa të aftin intervist, tha se është në dosëm. Ekipi jonë do shkoj të vizitoj, po aty ku është artisti Ferizajas Leon Sejdiu. Në ndesni. Leon, përshëndetje. Përshëndetje shumë këzën. Fillimisht faleminderit shumë që na pranove sot në intervistë edhe pse je në dosëm. Gjithmonë është nacia imja me të më kom para te një intervistë edhe faleminderit që ka orë spori prej sheshit, dhe me thonë që kjo rubrikë është në shesh, për ka orë në salë shkallë komedje që unë sot jam dalsëm, faleminderit shumë dhe për këto pite e për stafit ju. Faleminderit shumë. Leon, na trego pasi që jemi në dasëm këto, na trego çfarë ndjenje për ty kur je ftuar në një dasëm. Në një dasëm është ndjenje pa përshkruar, se është nota më shajtë një qifte që të kanë thirë, të kanë respektu, është privilegj për mu, po është dhe me përgjithësit e veta, po dhe me thonë e mira e mund, edhe është privilegj për mu, s'po di shka me shtu më shumë. Ashtu. E the që është e mirë realisht, mirë po sa është me përgjithësi një dasëm. Përgjithësi ka shumë, janë disa rregullat të pashkruara, po ato tashmë nuk
nuk është që dhe me thonë i ndje shumë e marrë që mund munu, me thonë me një fjalë, po përgjithësi ka, nuk është pa përgjithësi, po gjithmonë me qefin më të madhe, me ato shka muj me bo më të mirën prej vetit të në vijë edhe gjithmonë kem kalu mirë. Ashtu. Nëse të pyes për shembull cila është ndoshta kënga që e ndez më shumë atmosferën apo të gjitha janë? Në Po diçka varet prej zonës ku jem, po në Ferizaj këtu është atmosferë gjithmonë janë se vdalej shumë, edhe më presi mirë me raportarin që e kem ne si grup, gjithmonë kaloj mirë e këngët. Tash janë pjesa hyrëse, pjesa zhvilluese, atmosfera kulmi, s'po di me veçun ja, po aty ka fundin ndoshta. aty mas darkës gjithmonë është se mushe me bateri edhe gjithmonë është atmosfera më e mirë mas darkë. Në rregull, janë. Ne jemi sot këtu ndosë me të përgjithë ty edhe kishte me qenë ndoshta ju e mirë për gjithë shikuesit tonë nëse ne ecim nga këtu pa dëgju diçka live prej teje. Po besoj që je i hapur. Jo, e gjithmonë i hapur këngëtar i muzikës live unë jam, kështu që unë peknoj një refren të vogël. Okej. Ti në zemrën time, bota leta dine, e unë zemrës tane, qka t'lip ka me i dhane, e unë zemrës tane, qka t'lip ka me i dhane. Leon, faleminderit shumë për këtë super interpretim, ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit, kënaqësia është edhe imja, faleminderit juve edhe një herë që keni ardhur nga sheshi, keni marrë rrugë për këtu tek salla dhe stafit juaj, faleminderit shumë. Faleminderit juve.